Përshëndetje, po ndeshni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi, do të çojmë së bashku disa nga momentet kryesore të botës virtuale, pak ditë përpara dhe zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ku duhet thënë se fushata patjetër që po zhvillohet edhe në rrjetet sociale nga elementë ndryshëm politik dhe kandidat, të cilët zgjedhin që të shpalosin qoftë programin e tyre, idetë e tyre, ideologjinë e tyre, por edhe të përplasen me rivalet e tyre politik. Në një video të fundit të bërë virale, do të çojmë se si krye socialisti Edi Rama ka shprehur në fakt edhe një frikë të tij në Librazh, teksa përmbyll dhe fushatën në qarkun e Elbasanit përpara tubimit elektoral, i falenderon të gjithë qytetarët prezent për shkak të frikës së tij, sepse drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit, Tomor Alizoti, një javë më parë deklaroi, kërcënoi se do ta hante të gjallë. Mirëmëngjes gjithëve. Ju kërkoj ndjesë për këto minuta vonesë, por kam ardhur me shumë frikë sot. Kam ardhur me shumë frikë edhe gati isha duke u kthy mbrapsh se ka dalë njëri kënej që do na hajë gjallë. Edhe thash mi pos nuk e shoh gjykundja dhe. Sot kemi dhe një takim të madh për mbylljes në Elbasan. Edhe ju falenderoj shumë që jeni kaq shumë tu se duke ju pa kaq shumë edhe mua më del pak frika. Më del pak frika se ai kur thot do ham, ai ha me gjithmen. Le të rikujtojmë edhe njërë se çfarë ka thënë drejtuesi politik i Partisë Demokratike të qarkut të Elbasanit, Tomor Alizoti, për gjatë tubimit elektoral në Librazh, në krah edhe të doktor Berishës, teksa deklaronte me zë e me figurë se do të hante socialistët, do të hante krye socialistin Edi Rama të gjallë. Një mesazh për ju, që jeni jashtë dhe jeni cepave. Ju që i shkoni njerëzve në përshpia për t'ju marrë votat. Mos harroni që ne kemi mundur baballarët tuaj, që kishin tanke, kishin ushtri, kishin polici. Juve do t'ju ham të gjallë, nëse prekni demokratët, nëse veni mina, nuk do t'ju ndahemi kudo që t'jeni. Një mesazh për ju. Duhet thënë se në këtë fushat elektorale, videot në rrjetet sociale janë ndarë mes atyre mjaft humoristike deri në një farë pike qesharake që i kanë bërë njerëzit për vete për shkak të përmbajtjes së tyre, e të katon fakt të gjuhës së dhunës, së urrëties, gjuhës së dhunës verbale, madje ndonjëherë edhe në fizike, kur i kujtojmë fakte dhe kandidatin e Lezhës, Gjinxhoni, demokratin Gjinxhoni, i cili një ditë më parë nisi edhe ndjekjen me makinë të qytetarëve të cilët i cilëson pikërisht persona që po villnin votën në ato grupet organizuara të mbrojtjes së votës. Le të shohim disa video të tjera të cilat na vinë në kuadër edhe të fushatës elektorale e radhës. Në fakt është një ironizim i kryesocialistit Rama të Sali Berishës, të cilin e cilëson në fakt edhe bufin e kënetës që duket se është betuar përpara Ismail Qemalit se do të largojë Edi Ramën. Edi Rama ironizon duke shprehur se në fakt do të largojë Latifin, të cilin e ka paguar një shumë të majme për të marrë sapunin e për të larë edhe të gjithë pislikun e kënetës së madhe. Se unë këtë tradhtar do të... Unë, para Ismail Qemalit, kam bërë një betim. Jam betuar para ati se unë këtë tradhtar do të largoj nga Shqipëria. Unë, para Ismail Qemalit, kam bërë një betim. Jam betuar para ati se unë këtë tradhtar do të largoj nga Shqipëria. Por të thënë se përveç kësaj gjuhe të dhunës verbale, fizike, të dëshmuar nëpërmjet videove dhe të dokumentuara dhe në botën virtuale, ka edhe akuzat të shumta. Si për shembull në rastin e kandidates socialiste për deputete në qarkun e Fierit, Zeqine Çavushi, e cila është kthyer në fakt në një ndër më virale të rrjeteve sociale, që akuzon Gazbardhin, rivalin e saj politik të shpallur me zë e me figurë, për një sulm kibernetik. Këtë nuk e kisha menduar. O gazi im, o ylli i PD-s, edhe sulm kibernetik më bëre sot mo. Deri këtu arrite.
E dija që ditën e parë që do më bëni të famshme, ti, Gazo dhe Baba Bufi, por që do aktivizonit dhe sulm kibernetik, këtë nuk e kisha menduar. Përfundimisht ke shumë frik nga unë, dhe çfarë nuk po bën të justifikosh humbjen madhështore. Në çdo rast Baba Bufi ta ka prerë biletën. Do të heq për performancë të dobët. Kot çirësh e vërtet mo. Gazo, kam një pyetje. Këtë sulmi kibernetik me ata 3 veta që rrima ke bërë, jepi më fort Gazo, se dhe 5 ditë të kanë mbetur. O Gazi. Por pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, Tirana do të kthehet në një arenë të jashtëzakonshme ndërkombëtare për samitin e liderëve të vendeve të Bashkimit Evropian, që do të priten të gjithë edhe në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë, në sheshin Skënderbej, ku kryeministri Edi Rama në fakt ka realizuar edhe një video duke dhënë disa detaje në kuadrin të 16 majit, që do të jetë edhe data ku do zhvillohet ky samit i rëndësishëm ndërkombëtar, që do të presi pikërisht edhe liderët e vendeve të Europës. Mirëmëngjes edhe një herë, tani nga këtu, nga sheshi Skënderbej nën hijen e vet ati, profetit historisë sonë kombëtare, Gjergj Kastriotit, ku do të kalojnë të gjithë udhëheqësit e Europës në datën 16 maj, dhe këtu po bëhet edhe shtëpia e Europës me vizatimet e fëmijëve të gjitha qyteteve të Shqipërisë për Europën. Këtu do t'i mikpresim të gjitha ata që do të vinë në kryeqytetin e Europës Ballkanit. Nuk po zbuloj më shumë, por ky do të jetë një spektakël i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, dhe gjithë bota do t'i ketë syt atë ditë nga Shqipëria, nga Tirana, nga sheshi i herojt ton kombëtar. Shifemi pak më vonë, do jemi librazht. E kështu në këtë video të cilësuar në fakt si punimet e fundit në sheshin Skënderbej, që do të kthehet pikërisht në qendrën e kryeqytetit të Europës së Ballkanit në pritje të liderëve europian me 16 maj në kuadër të këtij samiti. Ndërkohë, së bashku do të shohim disa nga momentet më virale në botën virtuale, të cilat na vijnë përtej oqeanit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Donald Trump përtej punëve shumë të rëndësishme të politikave të jashtme dhe të brendshme, duke se ka edhe një shqetësim i madh për sa i përket edhe vendosjes së kreut të kishës katolike. Ku do doja të rikujtoja se përgjatë fundjavës Donald Trump u pa të shpërndante në rrjetet e tij sociale një foto teksa e gjeneruar me inteligjencë artificiale, teksa ai kishte veshur pikërisht edhe veshjen tipike të Papës, Papa Franceskut, apo të gjithë krerëve të kishës të viteve të kaluara, duke në fakt vijuar pikërisht me atë narrativën e tij se do donte të ishte Pap. Por në shtëpinë e bardhë, i pyetur nga gazetarët, Donald Trump ka deklaruar në fakt se atë imazh të gjeneruar me inteligjencë artificiale nuk e ka bërë ai, por e ka bërë stafi i tij i marrëdhënieve me publikun. Ai nuk ishte në dieni dhe pavarësisht kësaj ishte postuar, kur u pyet se çfarë mendonte për kritikat e kardinalëve të ndryshëm, të cilët në fakt zgjohen edhe rrjetet sociale për të komentuar, tha se katolikët nuk kanë fare humor, dhe gjithashtu deklaroi se zonja e parë, bashkëshortja e tij Melania Trump, në fakt e pëlqeu shumë Donald Trump si një pap, dhe madje edhe foton e pëlqeu mjaft. Do doja të rikujtoja se vetëm një ditë na nda nga mbledhja e konklavës. Konklava me Chelsea do të mbyllen rreth 200 kardinal, 133 prej të cilëve kanë të drejtë vote për shkak të moshës së tyre 9-80 vjeçare, të gjithë së bashku 2/3 e cilëve duhet në fakt të zgjedhin në një mendje një emër për qenë edhe kreu e ardhshëm i kishës katolike. Gjithë kjo do të nisë më 7 maj, ku do të mblidhen pikërisht edhe në Kapelën Sistine për të zhvilluar 2 herë në ditë procesin më sekretiv demokratik të votimit në paradite dhe më pas në mbrëmje. Dhe në të dyja këto, le themi, fasha oraria apo të ditës, e gjithë bota do të pres sy e vesh për të parë tymin që do të dalë nga oxhaku i Kapelës Sistine, nëse do të jetë i zi, që nuk kupton se nuk është zgjedhur ende një krerë i Shtetit të Vatikanit, apo do të jetë i bardhë, duke treguar në fakt se tashmë është zgjedhur Papa i ri në krye të kishës katolike.
edhe një orë pas përzgjedhjes së tij, do të kemi mundësi ta shohim atë të dalë edhe nga balkoni i Bazilikës së Shën Pjetrit edhe pikërisht në qendër të shtetit të Vatikanit për të përshëndetur të gjithë botën dhe patjetër edhe miliardë besimtarët katolik që po e presin me kërshëri. Do të dëshmojmë në fakt një proces që është mjaft interesant në përmbledhjen e saj, duke rikujtuar në fakt se kardinalët nuk kanë të drejtë që të zhvillojnë fushata elektorale siç bëjnë politikanët në të gjitha shtetet demokratike, por ata duhet të bien në një mendje se cili do të ishte më adapti apo ideali për të marrë edhe më pas dhe të vendosur rrjedhën që do të ketë edhe kisha katolike në vimësi me kryetarin e saj të ri. Zona sociale ju ftoj të na ndiqni në webfaqen abc-news.al, gjithashtu edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëmirëpafshim. Je përheqën! Në grada!